Në fshatin Hundkuq të bashkisë Gjirokastër ka përfunduar restaurimi i kishës së Shën Mëris, një prej objekteve fetare me vlera për komunitetin dhe trashëgimin shpirtërore të zonës. Ky objekt është ndërtuar rreth shekullit të 12, ndërhyrja synon ruajtjen e godinës, përmirësimin e kushteve të saj dhe garantimin e jetëgjatësisë së këtij monumenti. Banorët e fshatit kanë qenë pjesë aktive e këtij procesi, duke kontribuar me punë dhe mbështetje për ruajtjen e kishës, të cilën e konsiderojnë një simbol të identitetit dhe historisë të komunitetit të tyre. Kjo është kisha e Shëmërisë. Është ndërtuar rreth shekullit të 12 nga mitropolia greke. Është mirë mbajtur. Me kalimin e kohëve e pastaj janë bërë dhe rrëzime, janë bërë dhe ndërtime prapë. U ndërtua edhe një nga rreth vitit dhe shekullit të 19. Pastaj luftrat bën punën e tyre. Erdhi në sistemi që filloi të mos interesohet për kishat, edhe mbeti kështu. Megjithatë, është ruajtur nga fshatarët me ato mundësi që ka patur. Këtë iniciativë tani që bëra këto rregullime e mora vetë me ndihmën e një dy banorëve të tjerë nga fshati janë opozit dhe filluam bëm qatin. Kur bërëm qatin, pastaj më erdhën një dy djemë këte nga fshati, janë në emigrim dhe filluan më thoshin që na ri si Orex për ta bërë më të mirë, më të bukur. Më thoshja unë, o të mbështesim ne. Më mbështetën, ne festojmë këtë në 15 gusht. Njerëzit kur vinë këtu, takojnë me një tjetrin, afrohen me një tjetrin, njohin njëri tjetrin, sepse dhe emigracioni bëri punën e tij, u larguan. Sipas banorëve, restaurimi i objektit fetar ishte një domosdoshmëri pasi dëmtimet e krijuara ndër vite rrezikonin gjendjen e kishës. Kjo që vetë thjesht një familji, u mblodhën djemtë e vajzat e fshatit, investuan, bërëm atë qatin, bërëm atë sheshin, kjo se ne kemi parë aty, bërëm këto muret, dhe shqyqi Zotit jemi marrë vesh, do miremi vesh, sepse kjo na ka ndihmuar dhe të ndihmon. Beso në Zot, mos prish, mos shkatëro, ndihmo po ke mundësi. Kisha e Shën Mëris është një nga objektet fetare më të njohura në këtë zonë dhe çdo vit vizitohet nga besimtarë dhe vizitorë të shumtë. Restaurimi i saj jo vetëm që rikthen vlerat arkitekturore të godinës, por shërben edhe si një investim në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike.